Ura që lidh disa njësi administrative me rrugën nacionale Peshkopi-Bulqiz e njohur si ura e Qerenecit është e pasigurt qoftë për drejtuesit e mjeteve, qoftë për kombësorët. Në këtë urë kalojnë me qindra automjete në ditë teksa qarkullojnë në drejtim të fshatrave të Bulqizës, por edhe qarkut e Elbasanit. Megjithatë, ajo ka mbetur ashtu siç ka qenë ndërtuar disa dekada më parë. Drejtuesit e mjeteve dhe banorët ngrenë shqetësimin se barrierat anësore, të cilat sipas tyre nuk janë as pak efikase për t'i mbrojtur nga rënja në zallin e Bulqizës. Madje banorët tregojnë episode të aksidenteve që kanë ndodhur në këtë urë, ku ka patur edhe humbje jetë njerëzore. Ata kërkojnë që ura të zgjerohet dhe të ndërtohen barriera me standarde që ju mbrojnë jetën. Duhet me fjalë çdo gjë, me fjalë gjithë kjo rrugë që është bërë, me fjalë për çdo gjë e ka lënë tu. Duhet të ketë me fjalë shenjat kush kalon, kush ka përparësi, jo, bllokuet, makina nuk i merr për një. Ashtu ka ngel kjo ura, nuk ka vot dorë fare me këtë ndërtimin që kanë bërë tani. Ketë mbrojtje, po është faktik është e ngushtë, nuk i merr aty. Ajo është e mirë, të ketë mbrojtje është mirë për qytetarët, për çdo gjë. Tjetër se duhen mbrojtje të fuqishme. Makina o njerëz lëvizin. Pse mos jenë ato mbrojtjet? Këto ka ura e Qerenetit ku jemi ne, vëllai im ka ra këto poshtë. Po të qeçon për fërsusja dramate. E pështoj Zoti. Vllai vllajt prap, vllai në Vruzet ra, edhe ai para 3-4 vjetëve ra. Aty ra dërë, ra në ujë, nga i vdiq ai, 27. Po ne po të ketë për fërsusja, mirë kjo të zhënohet. Ne kur vim nga Qereneti, kur vim këtu në loj, po të ketë 2 kalime, ikim punë time. As tabela, as gjas, po këtë. Problem shqetësues mbetet edhe kalimi njëherë si makinave dhe kombësorëve në urën e Qerenecit, pasi këta të fundit nuk kanë hapësirë të dedikuar për ta.